Përshëndetje të nderuar miq të mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të trajtuar temën e fundit, një temë që në fakt po përflitet sot shumë në Top Channel, do me thënë po mbajmë dhe emisione për këtë temën, mundësinë që Gjesti të largohet të shtunën nga shtëpia e Big Brotherit. Që me rikthimin e Eglit në shtëpi, kujtojmë natën e parë kur Egli Takori hyri në Big Brother, Gjesti e priti me shumë dashuri dhe me shumë lumturi rikthimin e saj, por si duket Egli ka hyrë me pushk në dorë dhe dëshiron që të hakmeret ndaj të gjitha atyre personave që sipas saj i kanë bërë keq imazhit të saj dhe Eglit vet. Çuditërisht, Gjesti ditëve të fundit duket shumë i stresuar dhe shumë i shqetësuar, ku në për debatet që i ka patur me Eglin dhe në për diskutimet që ka bërë Gjesti edhe Egli, në shumicën e rasteve Gjesti ka përmendur produksionin dhe ka fajsuar produksionin që produksioni dhe Egli mundohen që ta nxjerrin sa më shumë keq Gjestin, ashtu siç ka bërë edhe produksioni i Klan Kosovës. Besoj që të shtunën në Prime do të trajtohet kjo çështje sepse është një akuzë shumë e madhe kundër drejt produksionit, por lajmi i cili sot po bën bujën e madhe dhe po përflitet shumë në shtëpinë e Big Brotherit, por njëkohësisht edhe në Top Channel, thuhet se në dhomën e rrëfimit Gjesti ka kërkuar që të shtunën të largohet nga shtëpia e Big Brotherit. Nata e së shtunës afrohet dhe një lajm tronditës po përflitet në prapaskenat e shtëpisë së Big Brother VIP Albania 4. Gjesti do të largohet, po a është ky një vendim, një akt i pavarur i tij apo një skenar i paracaktuar nga produksioni? Gjesti, një nga konkurrentët më të diskutuar të këtij edicioni, është përballur me një presion të jashtëzakonshëm që nga dita kur Egli u rikthye në shtëpi. Ndërsa të gjithë menduan se rikthimi i saj do të cillte qartësi dhe ndoshta një shans për pajtim, ndodhi krejtësisht e kundërta. Egli, e ftohtë edhe e largët, nuk e fsheu asnjëherë qëndrimin e saj të ashpër ndaj tij. Në sytë e saj, ai nuk ishte më njeriu me të cilin ndante biseda të gjata dhe emocione të forta. Ai ishte thjesht ai që e kishte zhgënjur. Gjesti nga ana tjetër nuk e ka mohuar asnjëherë se situata mes tyre është bërë gjithnjë e më e rëndë. Ai ka shprehur hapur se ndjen se produksioni dhe Egli po përpiqen ta nxjerrin atë keq. Shpeshherë ai e ka përmendur këtë në biseda të ndryshme brenda shtëpisë duke thënë: "Ju po mundoheni të më shkatërroni. E di shumë mirë që produksioni po më nxjerr keq dhe e di që Egli është pjesë e kësaj loje." Tensionet mes tyre janë shtuar edhe më shumë pas debatit të fundit, kur Egli akuzoi se e kishte përdorur dhe se po përpiqej të viktimizohej për të fituar simpatinë e publikut. Gjesti u ndjej i tepruar dhe i poshtëruar, por njëkohësisht edhe i vetmuar. Në shumicën e kohës, ai u pa i tërhequr duke shmangur bisedat me shumicën e banorëve dhe duke qëndruar në përcepat e shtëpisë, duke qarë në heshtje. Por a është ky presion emocional arsyeja e vërtet pse ai duhet largohet? Kjo është një pikpyetje. A është produksioni ai që po e largon? Thashethemet jashtë shtëpisë dhe në rrjetet sociale janë të shumta. Disa mendojnë se produksioni nuk e ka mirëpritur qëndrimin e Gjestit ndaj Eglit dhe se mënyra se si ai ka folur për organizatorët ka shkaktuar pakënaqësi. Një teori tjetër është se ai është i lodhur nga loja dhe nga sulmet e njëpasnjëshme që po merr. Rikthimi i Eglit vetëm sa e përkeqësoi situatën, duke lënë atë në mbështetje dhe të ekspozuar ndaj akuzave. Burime të brendshme sugjerojnë se Gjesti ka kërkuar vetë të largohet, duke mos qenë më në gjendje të përballojë situatën. Në biseda private në dhomën e rrëfimit ai ka thënë: "Unë nuk kam më për çfarë të ri këtu. Nuk dua të jem më pjesë e kësaj loje të pistë. Kam lodhur shpirtin tim dhe nuk e meritoj këtë gjë." Nga ana tjetër, produksioni nuk ka konfirmuar akoma largimin e tij, duke mbajtur një qëndrim të heshtur,
po nëse gjithçka është e vërtet, atëherë shtuna mund të sjellë një tronditje të madhe për publikun. A është e vërtet ky fundi i rrugtimit të Gjestit në Big Brother VIP Albania? A është thjesht një manovër që do të sjellë edhe më shumë drama? E vërteta do të zbulohet të shtunën. Do me thënë, lajmin po e bën të ditur vetë Top Channel-i, amendsime po japin Top Channel-i, që Gjesti mund të largohet të shtunën, por nga burimet që kemi arritur të sigurojmë, Gjesti ka kërkuar në dhomën e rrëfimit të largohet të shtunën, sepse po ndjet shumë i tepërt, po ndjet shumë i vetëm dhe po e shikon që e gjithë shtëpia po i qëndron kundër, është krijuar një urrëtie madhe për të dhe nuk arrihet dot të kupton edhe qëndrimin që ka Egli. Do të ndaloj në një pjesë, për shembull natën e mbrëmshme, Gjesti me shaka ja tha Eglit tek tavolina që Egli tha ti je shoku im, ndërsa Gjesti tha jo, nuk jam shoku jot, tha por jam dashnori jot, edhe Egli u qesh. Thellë brenda në shpirtin e saj, unë jam shumë i bindur që Egli e do shumë Gjestin, edhe e ka shumë xhan Gjestin. Por në momentin që Egli doli jashtë, edhe nga komentet e mëdha që mori, sepse mori epitetin e çmendur, mori epitetin psikopate, mori epitetin budale, e shumë epitetet të tjera që në fakt janë shumë të rënda për një personazh, për një njeri që t'i përballoj, t'i përjetoj, të gjykohet në fund të ditës me këto epitete, Egli e përballoi keq këtë gjën dhe me patjetër që ajo hyri për të pastruar deri diku le të themi imazhin e saj. Ndërsa Gjesti ka arritur të kupton këtë pjesën, por nuk e kupton qartë që në rregull, ti ke hyrë dhe mund të sqarohesh me mua, unë do ta them që ne të dy nuk do të jemi bashkë dhe mund të vazhdojmë si lojtar, por të sillemi bukur me njëri tjetrin. Këtë gjë po ja kërkon Gjesti, jo arrogancën në të cilën Egli po përdorën. Egli mundeshte ti thot Gjesti që ma ke bërë këtë dhe këtë, por ne të dy do falemi, të kërkoj falje, ti ma ke thënë gjithmonë. Nuk është që Gjesti nuk ja tha, nuk është që Gjesti nuk e paralajmëroi, dhe Egli nuk ishte në dijeni se çfarë Gjesti po bënte. Dhe Egli nuk ishte në dijeni se çfarë Gjesti po i thonte. Gjesti gjatë gjithë kohës i ka thënë që nuk të dua, i ka thënë që të urej. Në kuptimin domethënë nuk je femra që mua më plotson. I ka thënë që nuk jam i lumtur me ty. Më falni, dhe sot Egli thot që ti mua më ke përdorur, në ç'kuptim të ka përdorur? Në kuptimin që ai ty të ka paralajmëruar, por ke qenë ti vetë ajo që ke hyrë masovikisht që vetëm e vetëm ta rëmbesh zemrën e tij. Dhe kur e pe që ai nuk të don, kur e pe që ai nuk ndjen për ty, do të thënë ti u tërhoqe. Tani Gjesti ka gabimet e veta, Egli ka gabimet e veta, sepse Egli ka qenë e paralajmëruar në hapat në të cilat i ka bërë. Jo se nuk ka qenë e paralajmëruar në hapat në të cilat i ka bërë. Por ne do të shohim se çfarë do të ndodhen të shtunën, si do të gjykohet ky veprim, si do të kuptohet ky veprim dhe si do të merret nga Gjesti. Nëse Gjesti do të largohet, do të thënë do të jetë një goditje shumë e madhe për produksionin. Por në anën tjetër edhe Gjesti është lodhur më dhe nuk mundet dot ta përballon këtë pjesën. Unë e di që produksioni do ta vej para një vendimi të kryer për faktin sepse Gjesti ka përdorur shumë fjalën ti dhe produksioni po mundoni të më nxirrni keq dhe me patjetër që produksioni ta futën Gjestin në një shpjegim se për kë e drejton këtë fjalën dhe çfarë dëshiron të thotë.